Jemi rikthyer live në mëngjes, faleminderit që jeni para ekranit të Vision Plus, ku në këtë pikë të programit do të ndalemi tek ajo që është mbledhja parashikuar ditën e sotme nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pikërisht për të diskutuar për hapjen e procedurave për garën për pozitat që do të ketë kreu i prokurorisë së posaçme të SPAK, duke qenë se Altin Dumanit mandati përfundon në dhjetor të këtij viti. Ne jemi ditën e sotme me ish prokurorin Besnik Muçi në studio, cilin e falenderoj shumë që na është bashkuar. Mirë se vini. Do të kemi sërish në komunikim ndërkohë edhe Sido Barkan, i cili do të na sjellë këto informacionet e përmbledhura sa i takon mbledhjes që është parashikuar ditën e sotme. I them edhe një herë mirëmëngjes Sidos, i cili është pozicionuar në mos gaboj te Këshilli i Lartë i Prokurorisë, aty ku do të ketë edhe zhvillime, apo jo Sido? Po, Birgina, jemi vendosur në fakt në hyrje të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku sot pritet të nisë zyrtarisht le të themi edhe procedurat për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë së posaçme, pasi mandati i kreut aktual, zoti Altin Dumani, përfundon me datën 19 dhjetor të vitit 2025. Dhe sipas parashikimeve ligjore, e gjitha procedura për zgjedhjen e kreut të ri të prokurorisë së posaçme për një strukturë e rëndësishme e drejtësisë me reformën e re të drejtësisë, duhet të nisë 3 muaj përpara përfundimit të mandatit aktual, i cili prej 3 vite është në krye të këtij institucioni zoti Altin Dumani. Mbledhja pritet të niset në orën 10:00, mbledhje e cila do të zgjasë për afro 90 minuta, ku përveç anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të jenë përfaqësues të tjerë të prokurorisë së përgjithshme, të Ministrisë së Drejtësisë, si dhe të organizatave ndërkombëtare të drejtësisë, të cilet gjatë kohëve të fundit, gjatë viteve të fundit në fakt kanë qenë mbështetëse në krijimin dhe punën e SPAK-ut. Qartë, mirë, si do ti do ta ndjekësh, besoj do ti ndjekësh, po, kishe diçka për të shtuar? Po, sa i takon rendit të ditës, është parashikuar që sot të diskutohet miratimin e fakti proces verbalit të mbledhjes së 4 shtatorit, me pas diskutim të miratimi për vendimit për mandatin për kryetarin e ri të SPAK-ut, si dhe me pas do të ketë një vlerësim etik dhe profesional për 3 prokurorë, konkretisht Francesc Gana, Ermira Manelli dhe Hysni Mulaj. Do të jenë në fakt më pas kandidatët të cilët aspirojnë për postin e kryetarit për të drejtuar prokurorinë e posaçme, të cilët pasi të paraqesin platformat e tyre duke shpjeguar mënyrën se si synojnë ato të drejtojnë këtë institucion të rëndësishëm, dhe do të ketë intervistim publik dhe me pas KLP do të nisë votimin për kreun e ri të SPAK, ku do të zgjidhet pikërisht ai që do marrë më shumë vota. Mirë, si do unë të falenderoj për këtë raportim, zhvillime do t'i ndjekësh në vimësi, duke qenë se mbledhja është parashikuar për në orën 10, ndërkohë unë të falenderoj. Nëse ke ndërhyrje më pas mund edhe të rilidhemi sërish të kërkosh linjen. I kthem zotit Muçi, i cili do doja të na bënte në nisje të kësaj bisede ndoshta një analizë. Kthehemi pak tek ky vështrimi që i bëhet punës së bërë nga Altin Dumani, i cili i ka patur komentet nga më të ndryshmet, le të themi, gjatë procesit dhe mënyrën se si ka vendosur të reagojë në krye të asaj që ishte dhënë si detyrë. Ju si e keni parë angazhimin e tij, punën që ka bërë në këtë mandat që pati? Shiko, unë një personalizoj në Dumanin, në fakt kemi punuar jemi për një gjatë kohë dhe bashkë, dhe kam të përshirë të bëj shumë i vlerësim. Por duhet kemi parasysh një gjë që puna e një prokurori në përgjithësi flas, parimisht, është shumë e rëndësishme për opinionin publik. Madje më ndjeshme se puna e gjyqtarit. Prokurori është i lidhur drejt për drejt me hetimin, me çështje të rëndësishme konkrete dhe është shumë i preksh dhe opinioni publik e ndjen menjëherë efektin e punës, veprimit pozitiv ose jo. Prandaj dhe vlerësimet për prokurorit janë gjithmonë shpesh, ose në raste më të shumta gjithmonë vlerësime të kundërta. Ai që mendon se janë cënuar interesat ka vlerësim negativ, ai që mendon se janë plotësuar interesat ka vlerësim pozitiv e tjera. Megjithatë, unë nëse bëj dot vlerësim të punës së SPAK-ut, sipasi unë kam thënë herë të tjera, e parashikon dhe ligji, drejtuesi i prokurorisë posaçme primus inter pares, pra është i parë mes të barabartëve. Të gjithë prokurorët, sipas ndryshimeve kushtetuese të 2017, prokurorët janë të pavarur në ushtrimin e funksionit të tyre, pra drejtuesi i prokurorisë nuk ka më funksionin natyrës procedurale, pra që të shfuqizojë aktet ose të japi urdhra prokurorëve vartës, pra drejtuesi i prokurorisë nuk ka më këtë funksion, kështu që prokurorët janë të ngjashëm me gjyqtarët në mënyrën e tyre të përditshme. Funksioni i drejtuesit të prokurorisë, përfshi dhe SPAK-u në këtë rast, ka kryesisht funksionin natyrës administrative. Pra menaxhon punën e institucionit, pjesën administrative, bën shpërndarjen e dosjeve, organizon shortin e dosjeve e tjera. Pra kjo është puna e drejtuesit të prokurorisë. Pavarësisht se ne përpiqemi dhe është mënyra jonë e perceptuar që institucionet gjithmonë i identifikojnë me personin që i drejton për shkak dhe arsye të drejta, se institucionet administrative këtë natyrë kanë, pozicionet gjyqësore kanë natyrë tjetër.
Pra, puna e secili prokuror vlerësohet vetë në atë institucion, pavarësisht se kush drejtuesi i atij institucioni. Megjithatë, çdo drejtuesi jep një farë profili institucionit dhe zoti Dumani mendoj është përpjekur të japë profil pozitiv. Por unë kam vlerësim nëse vim në tërësi punës së SPAK-ut. Unë kam vlerësim të tillë që SPAK-u s'mund të ishte ose s'mund të jetë ndryshe nga institucionet e tjera shtetit shqiptar. Ne mund të presim që SPAK-u të jetë më i miri nga të gjithë institucionet që funksionojnë në Shqipëri. Pra ndryshe nga institucionet e qeverisjes, ndryshe nga institucionet legislativit, pra s'mund të jetë i prekur ose nuk mund të jetë imun ndaj gjithë sëmundjeve që kanë institucionet e tjera shtetit shqiptar. Pra imun nga gjithë ato elementet që ne i njohim që në raport ndërkombëtar na i pasqyruar në mënyrë të detajuar të hollësishme që kanë të bëjnë me krimin organizuar, me korrupsionin, me pastrimin e parave në Shqipëri. Pra s'mund të jetë kaq imun dhe SPAK-u gjatë këtyre fenomeneve në Shqipëri. Plus, unë kam vlerësim tjetër që SPAK-u pavarësisht se në pamje të parë ka treguar disa rezultate, po unë vlerësoj që me ndryshimet kushtetuese dhe reformën në drejtësi, sidomos zhbërja e prokurisë për krimin të rënd dhe krijimi i SPAK-ut, po edhe struktura dhe gjithë reformën në drejtësi, unë kam thënë dhe të mu shkatrua sistemi i jetimit në Republikën e Shqipërisë. Sistemi i jetimit u shkatrua dhe SPAK-u është e vështirë që të ketë rezultate në jetim, sidomos jetime proaktive, sako që nuk funksionon gjithë piramida e sistemit të jetimit në Republikën e Shqipërisë, pa bashkëperëndimi, bashkëpunimi, institucionet e tjera si policia e shtetit, institucionet informative e tjera. Ne shpesh edhe në ndarjet publike madje zoti Dumani, po edhe në reagimet ndërkombëtarëve kanë thënë që policia nuk është aktivizuar në jetime çështje të rëndësishme në Shqipëri. Po është e pamundur që SPAK-u të ketë rezultate në jetim po su aktivizuar policia e shtetit sepse mekanizmat e jetimit i ka policia e shtetit. Pra, dhe në këtë aspekt SPAK-u ka bërë një punë normale, të zakonshme, është marrë me çështje kryesisht natyrisht historike, pra ka hetuar fakte që kanë ndodhur para 10 qaluar që ishin edhe pse ju e thatë pak më parë duke e njohur e keni pak të vështirë, po edhe si një mik, në momentin që e keni parë nga jashtë punën e tij, mendonit që aty do duhet kishte reaguar ndryshe dhe të kishte patur pika që kishte prekur më fuqishëm. Unë e thashë, unë për zonë Dumani Fola nuk kam flasë më. Unë flasë për institucionit. Institucionit prokurisë ka shumë pak hetime proaktive. Duke që na i në drejtimin e SPAK, besoj që... Shiko, edhe njërë them. Ati i takon të timoni. Hetimi është atributi çdo prokurori. Cilësia e hetimit është atributi çdo prokurori. Mënyra se si kryen hetimi i çështje është atributi çdo prokurori. Nuk ka të drejtë drejtuesi prokurorisë përfshi dhe zoti Dumani të ndërhyjë në hetimin e çështje konkrete. Qoftë çfarë mjete kërkimit të provë do përdori, çfarë lloj hetimi do përdori, është ekskluziviteti i prokurorit çështjes. Zoti Dumani si drejtues, përmendni zoti Dumani, por çdo drejtues prokurorie nuk mund ndërhyjë. Prandaj edhe unë nuk dua ta identifikoj punën e institucionit me një individ. Atë janë gjithë prokurorë që kanë përvojë të mjaftueshme, por unë vlerësoj që ajo prokurori nuk ka qenë në gjendje të ndjekë dinamikën e kriminalitetit, e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Thjesht është në gjykimin tim shumicë ndërmuese të çështjeve janë hetime proaktive, janë kallëzime nga institucionet të ndryshme, nga parti politike, dhe është marrë me hetime të para 15 vjetëve, para 20 vjetëve, para 30 vjetëve, ndërkohë që është shumë pak shohim hetime proaktive. Ne kemi, për shembull, rasti tipik është rasti i incineratorëve. Pra, njëkohësisht me hetimet, ka 5 vjet njëkohësisht zhvillohet aktiviteti kriminal. Pra, SPAK-u duhet që në këtë çështje penale të ishte qenë shumë aktiv. Po pse s'mund të jetë shumë aktiv? Sepse, shiko, çështja është shumë e thellë, nuk është çështje kaq e thjeshtë ta diskutojmë me dy fjalë. SPAK-u vetë nuk ka dot mekanizma hetimit të tilla që të bëjë hetime komplekse dhe thella të përdorë metoda proaktive. Ato strukturat e veta që janë struktura minore për të bërë hetime të tilla të rëndësishme. Strukturat shteti shqiptar, struktura që ka potencialin qoftë ligjor, qoftë logjistik, pra pajisjet, mjetet, njerëzit, është policia e shtetit. Sa kohë që policia e shtetit nuk është i ngranuar në hetime, hetimet nuk do të kenë rezultate. Dhe SPAK-u nuk do të ketë rezultate. Dhe SPAK-u nuk ka rezultate për mua. Nuk është arritje e madhe që të transkriptosh përgjimet e kroçatit dhe të arrestosh njerëz. Është thjesht për rutinë dhe çdo prokuror. Nuk është arritje e madhe që të bësh një hetim proaktiv, vin kallëzim dhe të hetosh gjithë po themi një institucion nga viti 2005 në vazhdim. Marrësh dokumenta, analizosh dokumenta, pyesësh persona. Këtë e bën çdo prokuror i thjeshtë dhe i zakonshëm. SPAK-u nuk ka bërë në gjykimin tim ose ka bërë shumë pak hetime tash natyrës proaktive. Nuk ka bërë veprime simuluara, përgjime proaktive, dorëzime të kontrolluara e tjera. Pra këto do të ishin hetimet e rëndësishme që do të bënte SPAK-u.
në gjykimin tim. Pra ne dhe unë e vlerësoj një lloj si çdo institucion tjetër, nuk kam në vlerësim shumë maksimalisht si institucion, ashtu sikur se duam ta prezantojmë ne, edhe për shkak se 90% themi që kemi një institucion flamurtar të reformës drejtësisë. Se po të themi që ka dështuar dhe SPAK-u, ka dështuar dhe reforma. Po, u reflektua sikur erdhi një lloj ndryshimi në momentin që absolutisht, për mua s'ka asnjë ndryshimi. Është bile sistemi drejtësisht kolaps tërësi, gjithë sistemi është kolaps. Ne flasim për SPAK-un si një lule pranvere që po çel. Si e pat ju kërkesën e Dumanit për ta zgjatur mandatin e tij, për t'ju dhënë një tjetër mundësi? A ishte gjëja e dur, a mendoni se do ishte mirë një zgjatje e mandatit apo edhe zbatim i procedurës ashtu siç edhe është e parashikuar? Po shiko, ne këto vite pas reformës në drejtësi, ne kemi kthyer në normë Këshillin e Kushtetues. Është normale, kupton? I intereson institucioneve administrative shtetit shqiptar, qeverisë, dhe shkel Kushtetutës sipas dëshirës. Dhe me e keqja është kur shkelin e Kushtetues na i sugjeron ambasadë amerikane. Dhe kjo është për zënë kokë me dorë. Pra, po keni parasysh para 8-9 muajsh, ishte ambasadë amerikane i sugjeroi shkelin e Kushtetutë të rizgjidhet të zgjatë mandatit zotit Dumani. Shiko. Drejtuesi SPAK jo zoti Dumani. Kushtetuta është fare e qartë dhe e thjeshtë. Drejtuesi i prokurorisë posaçme zgjedhet me mandat 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje. Është parashikim kushtetues. Pra si mundet ne diskutojmë, ne sot bëjmë lajm e quajmë moment të rëndësishëm faktin që po zbatohet kushtetuta, po zbatohet ligji. Sepse është kthyer në normë shkelja e ligjit. Unë nuk e di që do Dumani të kërkuar vetë zgjatjen e mandatit si drejtues. Po, edhe nëpërmjet të ndryshimeve kushtetuese, të paktën. Si drejtues jo, unë kam dieni zgjatjen e mandateve të gjithë prokurorëve kërkoj. Sepse prokurorët e SPAK-ut e kanë mandatin 9 vjet si prokuror. Dhe unë në dijenin time, ndjes ndoshta s'kam informacion plot, por zoti Dumani ka kërkuar zgjatjen e mandatit të prokurorëve, jo të drejtuesit të prokurorisë. Pra ka zgjuar mandati prokurorëve të jetë prokurorët jenë pa mandat, jo me mandat 9 vjeçar. Prokurorët e SPAK-ut, se vetë prokurorët e SPAK-ut sot janë me mandat 9 vjeçar. Sipas Kushtetutës. A do ta leconte kjo edhe faktin më pas ose si do të funksiononte në momentin që është në krye të SPAK? Por ata baballarë që bën reformën, domethënë një pjesa me madhështi në UNUK, dhe pjesa tjetër që ishin specialistë kishin punuar si një institucion, nuk e një drejtësin, dhe bëjnë një institucion me mandat në veçar prokuror. Tash prokurori është i përjetshëm në funksion si gjyqtari. Ti bën një institucion shumë të rëndësishëm ose institucion më të rëndësishëm të prokurorisë e bën mandat kufizuar. Çfarë kuptim ka kjo? Pra, kjo është një që në kushtetut, parashikimi kushtetues është në kundërshtim me parimet bazë funksionimit të ndërtimit të prokurorisë. Dhe çfarë themi tjetër në pas? Çfarë duhet themi tjetër? Ka një ndikim të drejtë për drejtë kjo që po thoni pra ky mandat i kufizuar tek puna që bëjnë prokurorët? Po pa diskutim që ka ndikim të për drejtë. Nëse ti pret që mandati jo të mbaroj pas një viti, jo drejtuesi, unë nuk diskutoj drejtuesin asnjëherë. Drejtuesi është, e thash, primus inter pares, i parë mes barabartë atje. Për mua rëndësi ka mandati atij që është prokuror aty, pavarësisht se kur zgjidhet drejtuesi së prokuroria. Pa diskutim nga ndikim. Kur ti pret që pas 2 vjeç, pas 3 vjeç të mbaroj mandatin aty institucion dhe fillon të mendosh se ku do shkosh të punosh. Sikurse u fshi gjithë sistemi drejtësisë. Pra, ne kemi 4-5 vjet gjesa mbaroj vetingu para disa muajsh, gjithë prokurorët dhe gjyqtarët rrinin me mendje ngritur gjithë. Do jem në punë. Pra 5 vjet ne kishim paralizë totale të sistemit. Tani është i paralizë, tenton të ecë, por prapë është i paralizuar sistemi. Edhe kjo punë e SPAK-ut. Kur e di që do të mbaroj mandati pas një viti dhe s'do jesh më prokuror në këtë institucion, natyrisht nuk është puna se dëshira ose ambicia personale për punë, por njeriu është që ne normale, njerëzore do jetoj, ka interesa ku do vazhdoj të jetoj, të punoj, si do vazhdoj jetën e vet dhe kur e ka të pasigurt të natyrisht në punë, angazhimi do ketë një farë frenimi në punë, në angazhim. Dhe ta mbaroj idenë që parë se çështja se ne e quajmë normal e të bëjmë lajm të rëndësishëm këtë veprim që po bëri KLP-ja. Është detyrimi i pastër kushtetues i KLP-s të bënte këtë veprim që bën sot. Sepse ne kishim mësuar, kemi disa muaj që vitin e kaluar, që ishim mësuar me idenë do shkelet kushtetuta. Do gjenim mënyrë për shkelur kushtetuta. Pra do zgjahet mandati i zotit Dumani, pavarësisht të mirave të këqija, vlerësime pozitive e negative që bëjnë të gjithë. Ai është prokuror që drejtohet prokurorin për një periudhë të caktuar kohe, ndoshta edhe ne ende s'mund të vlerësim sot, sa do ta bëjmë vlerësimin e mirë ose keq, mund na duhet edhe kohë për të vlerësuar punën e drejtuesit të institucioni, por kushtetuta thotë qartë, ai nuk mund të jetë më drejtuesi i SPAK. Dhe unë, dhe njërë do të them këtë, unë nuk kam dëgjuar se Dumani të kërkoj zgjatjen e mandatit si drejtues. Si drejtues, ka kërkuar zgjatjen e prokurorëve. Punës së prokurorëve. Mirë, dalemi pak edhe tek procesi për përzgjedhjen e kreut të ri të SPAK. Ka patur diskutimet shumëta. E fundit ka qenë nga antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mërkuri, zoti Mërkuri, i cili kërkoi që
ketë një shqyrtim për mënyrën se si do të bëhet procesi i votimit, sepse është e paqartë se si do të vi shumica për atë që do të zgjidhet. Si e shihni ju, sa mendoni se mund të ketë nevojë për të parë në mënyrë më të kujdesshme ky proces? Do të thënë, ky është unë kam mendim tjetër. Nuk institucionet drejtësisë, drejtuese, institucionet KLP dhe KLG në gjykimin tim nuk kanë treguar gjatë këtyre 5 viteve të ekzistencës tyre nuk kanë treguar veten në rolin e tyre kushtetues. Dhe as presë ta tregojnë rolin kushtetues të zgjedhjes së drejtuesit SPAK-ut. Që nuk dua të analizoj fare punën e institucionit, as këto teknikalitete të tilla janë të parëndësishme, domethënë ky institucion për mua s'është zbritur asnjë në nivelin e përgjegjësisë që ka për presionin e prokurorisë shqiptare. Prokuroria shqiptare jo vetëm SPAK-ut, se ne SPAK-un analizojmë, por prokuroritë të tjera rreth gjyqësore lëngojnë, askush nuk merret me analizën e punës së prokurorëve të çështjeve në Shqipëri, qytetarët shqiptar vazhdojnë rrinë u bën 6-7 vite çështje penale, 8 vite çështje që nga viti 2018-19 kur ka përfunduar kontrolli i prokurorisë, ku kontrollin dosje dhe çështjet rrinë, zvarriten, hetohet çfarë dëshirohet, nuk hetohet çfarë dëshirohet, për çështjeve që janë me të arrestuar çështje të tjera, ngelen, zvarriten e tjera, kështu që këto janë detaje kaq të parëndësishme për mua sa asnjë lloj rëndësie s'ka për mua. Të gjithë ata prokurorë që janë zgjedhur te SPAK-u janë prokurorë që kanë përvojën e dur, kanë formimin e dur, kanë jo vetëm përvojën si prokuror, por një pjesë e mirë e tyre kanë dhe përvojën si drejtues të institucionit prokurorisë për që ndërtues të institucionit. Cilat janë ata emra që ju gjykoni se duhet? Për mua të gjithë, absolutisht unë pjesën kanë qarkulluar disa emra në fakt. Po thuaj se të gjithë i njoh personalisht, kam punuar me një pjesë më të madhe të atyre personalisht, të gjithë ata janë të afërt drejtues të institucionit, absolutisht të gjithë. Nuk mendoj që askush do jetë një vlerë më e shtuar se tjetri në institucion. Çfarë prisni si ndryshim nga ai që mund të jetë drejtuesi i ri i SPAK, nisur edhe ndoshta nga një lloj analize që gjithsecili ka bërë punën së Dumanit edhe asaj që pretendon se mund të jap në krye të këtij institucioni më të lartë të akuzës në vend. Mos krijojmë pritshmëri që janë të pamundura ligjërisht. E them edhe një herë. Ndjes sepse ky është mendimi im, jo se duhet të. E lidh sërish me hetimin. Absolutisht jo me hetimin, e lidh me faktin që drejtuesi i prokurorisë nuk ka asnjë rol në hetimin e çështjes. Drejtuesi i prokurorisë, ai institucion funksionon nga pamja administrative shumë mirë në vlerësimin tim, administrativisht, nga pamja e cilësisë së hetimit janë prokurorët vetë që kanë përgjegjësi dhe gjykatët që kontrollojnë cilësinë e hetimit të atij institucioni. Po, ajo që duhet të ndodhë dhe që nuk po ndodh për 5-6 vite në gjithë prokurorinë shqiptare është po të sjellën detaj teknik. Unë kam qenë prokuror për 19 vjet dhe ne në fund të çdo viti bënim një analizë detajuar të çështjeve që një prokuror kishte gjatë një viti, pra sa çështje kishte hetuar gjatë një viti, sa kishte përfunduar për gjykim, sa kishte pushuar, sa kishte pezulluar dhe sa kishte çështje të mbartura, cilat ishin shkaqe të çështjeve të mbartura. Një analizë e tillë nuk bëhet më në prokurorinë shqiptare. Dhe kjo është përgjegjësia e KLP-s dhe prokurorisë përgjithshme, por edhe drejtuesit të prokurorisë SPAK-ut. Kjo është një farë përgjegjësie. Pra analizës së punës së prokurorëve, zvarritjeve të çështjeve që mund të ketë ose jo prokurorët. Se cilësia e time është në përgjegjësinë e secilit. Themi e mos përzgjedhjes së çështjeve të caktuara, të hetohet një çështje me prioritet dhe çështjet tjetër mos hetohen me prioritet. Pra, kjo është çështje e natyrës administrative, tjetër janë të natyrës procedurale penale. Kjo është që pres të bëj KLP-ja. Natyrisht të hedhi për diskutim se si do krijohet shumica, kujt i intereson shqiptarët si intereson si do krijohet shumica në KLP. Natyrisht emri është i rëndësishëm, por duhet kemi parasysh një gjë. Emri i drejtuesit të prokurorisë është i barabartë me emrin e drejtuesit të gjykatës. Ne dim sot çon si ka drejtuesi i gjykatës së Tiranës? Jo. Ne si dim fare se kush është një. As drejtuesi i gjykatës së apelit. Sepse gjyqtarët janë të pavarur dhe prokurorët janë të pavarur në ushtrimin e funksioneve të tyre. Pavarësisht se analiza që ne bëjmë në studio ka një interes edhe të institucioneve tuaja. Nëse flasim për një takim të pak ditëve më parë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian ishte në një takim që u zhvillua me kryetaren e KLP-s Mirela Bogdani, nuk pati shumë informacion për atë takim, po si e shihni ju prezencën e tyre në Shqipëri edhe atë angazhimin që kanë për të patur një mbarvajtje të procesit dhe me gjithaj që duhet të jetë transparencë se edhe Gonzato e ka thënë. Ishin këto institucione që bën reformë drejtësi, që e shkatruan sistemin e drejtësisë, që bën reformë unike në Shqipëri, ishte Sorega i thash reformë unike, ishin këto institucione që nuk ja sugjeruan me asnjë vendi tjetër të Ballkanit reformën drejtësi, dhe këto institucione vinë hapin mend përsëri tash. Shiko, nuk mund të presim KLP-ja ti tregoj kushtetutën as ambasadori i Bashkimit Evropian, as ai Amerikës. Dhe qëndrimi amerikan i fundit është jashtëzakonisht korrekt. Qëndrim shumë i thjeshtë. Zbatoni kushtetutën dhe ligjin. Kurse para 8 muajsh ne sugjeronim të shkeni kushtetutën zgjat mandati.
Shko, duhet mësohemi, institucionet shqiptare duhet mësohen të veprojnë, s'ka nevojë as për nxitje. Po, kërkesa kryesore lidhet me transparencën. Edhe që të mos ketë ndikime nga jashtë. Mendoni ju që do të ketë një proces i cili do të jetë i tillë? Ndërhyrja e Bashkimit Evropian nga kësaj transparencë. Absolutisht jo. Bile është bërë më okurte situata kur ka ndryrë institucionet ndërkombëtare në Shqipëri. Pra ka pas arsye të tjera për ta bërë më okurte çështjen. Po ndryn. Dhe ne marrim vesh pak më vonë pastaj se kush ishte për kë dhe kush loboi për kë. Absolutisht, po, ata janë, nëse do marrin përgjegjësinë anëtarët e KLP-s janë zgjedhur sipas kushtetutës nga parlamenti ose nga vetë prokurorët, secili do votojë sipas vullnetit vet dhe sipas mendimit për votën më pozitive dhe kaq. E fundit pyetje dhe që të jeni edhe ju i drejtë për drejtë, sa mendoni që realisht do të jetë një proces transparent pa ndërhyrje nga jashtë, siç kanë kërkuar institucionet e huaja? Gjithë ka 5-6 vjet në Shqipëri s'mund të ketë sistemi drejtësisë shkatëruar dhe një sistem drejtësie të shkatëruar s'mund të ketë më transparencë. Ky është mendimi im domethënë. Unë i falenderoj shumë. Falenderit që ishte live në mëngjes. Ne shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak, do të kemi trajtimin e çështjes Thaçit në Hag pas dëshmisë së dhënë nga James Rubin, por se si është reflektuar në Kosovë e gjithë deklarata e bërë gjatë 2 ditëve të fundit, vetëm pas pak.